Numri prej 48.000 emigrantë është refuzuar për të votuar në 11 maj është parë me shqetësim dhe nga Komisioni Rregullator në KQZ. KLG tashmë ka miratuar rregullat e ankimimit në gjykatë për diasporës, por për anëtarët e rregullatorit nuk është e mjaftueshme, ndaj sugjeruan komisionerit një udhëzim të përbashkët mes dy institucioneve. Bëhet fjalë për atë kategori zgjedhësish të cilëve është refuzuar kërkesa. Spari referuar kodit zgjedhor, ata kanë detyrimin ose drejt më saktë të ankimojnë në rrugë administrative pra ky është afati i ankimit këto 2 ditë, pranë KQZ-s. Në rastin konkret, mënyra ose dokumentacioni të dhëna çfarë duhet të plotësoj zgjedhësi për ta patur sa më të thjeshtë pjesën e aplikimit, kërkesë padi online quhet kjo. Për ta aplikuar sa më të thjeshtë kërkesë padi online, do të ketë në një bashkëpullëzim të KQZ-s bashku me KLG-n. KLG vendimin për rregullat e zgjidhjes me gjyq të refuzimeve për votim e ka miratuar prej datës 6 mars. Në adresën e emailit diaspora@gjykata.gov.al, emigrantët mund të paraqesin ankesën, ndërsa trupa do të duhet t'i jap zgjidhje brenda 48 orëve. Detyra për këtë rast është ngarkuar trupës së shkallës së parë në Tiranë, ku në rast pranimit të kërkesës ndryshimi do të pasqyrohet në listën e votuesve nga jashtë dhe pasqyrohet në faqen e KLG. Po ashtu, rregullatori këtë të hënë miratoi dhe vendosin e kamerave në qendrat e numërimit dhe pasqyrimit në kohë reale të fletëve gjatë procesit. Po ashtu, edhe në institucionin e KQZ do të pasqyrohen në kohë reale një pjesë e tyre. Nuk vetëm një, po ose disa prej tyre, ose 5 ose 10 ndahet monitori ose ekran të saktuar, do bëhet të mundur pa me filmike në kohë reale çfarë ndodh në atë vend.